Allah subhanahu wa taala e ka shenjtruar njeriu, shpirtin dhe gjakun e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna Allah harrama aleikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum." Dini se Allahu u ka shenjtruar juve. U ka bërë shenjt pa prekshme gjakun, pasuninë edhe nderin. Të trijat janë domosdoshmëri të fesë. Për 5 domosdoshmëri po përmenden në këtë hadith. Ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Po sikur se shenjtëria e kësaj dite, po sikur se shenjtëria e këtij vendit, po sikur se shenjtëria, domethënë, e këtij muaji. Saktësisht Allahu subhanahu wa taala ka shenjtruar njeriu. Ndaj janë gjithë ajo muri e dispozitave, gjithë ajo muri ndalesash, gjithë ajo muri kërcënimesh, vetëm e vetëm që njerëzit mos marrin deri diku ku e rrezikojnë tjetrin. Vetëm mos marrin njerëzit diku ku e rrezikojnë vetveten, vetëm që mos marrin njerëzit aty ku, domethënë, i kanosin të tjerët. Dhe Allah subhanahu wa taala ka ndaluar prekjen e dinjitetit të njerëzit. Sepse kjo është për objektivave të mëdha të fesë, thot Allah subhanahu: "Walladhina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minati bighayri ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina." Ata të cilët i lëndojnë, ata të cilët domethënë e prekin dinjitetin e besimtarëve dhe besimtarëve, ata kanë shkel me një shkelje të rëndë, ata kanë rënë me një gabim të rëndë, domethënë me një gabim të dënueshëm. Për me erujt Allah subhanahu wa taala shpirtin e njerëzve, krahas fesë, krahas fetarisë, krahas shpirtënorës tyne, Allah subhanahu wa taala domethënë e ka ndaluar që njeriu me vetë dëshirë me e çu veten në vetë shkatërrim. Thot Allah i madhreshëm, thot: "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Mos e çoni veten me durrët e juve në shkatërrim.